Një rast i rënd që përfshin një 29 vjeçar të dyshuar për përdhunimin e një të miture ka shkaktuar shqetësim të thellë në fshatin Debresh, pasi i dyshuari rezulton të jetë mësimdhënës në shkollën e këtij fshati. Edhe pse ngjarja nuk ka ndodhur në ambientet arsimore dhe viktima 14 vjeçare nuk kishte lidhje me institucionin ku ai punonte, rasti ka ngritur ndjeshëm shqetësimet për sigurinë e fëmijëve dhe përgjegjësinë e figurave edukative. Drejtoresha Sanie Durmishi theksoi se mbrojtja e nxënësve mbetet prioritet i padiskutueshëm, duke dënuar çdo formë të sjelljes së papërshtatshme ndaj fëmijëve. Në lidhje me rastin e arsimtarit të edukatës fizike, që është me të vërtet rast shumë i ndjeshëm, dua të potencoj se ky rast nuk ndodh në fshatin Debresh dhe me nxënësit e shkollës Faik Konica. Ju njoftoj se rasti është në procedurë nga organet kompetente dhe do të veprohet sipas ligjit. Ne, si shkollë, kemi marrë masa që të ofrojmë kushte sigurie dhe mirëqenie për nxënësit. Edhe për skaj veprës së rëndë që peshon mbi mësimdhënësin, drejtoresha thotë se deri më tani nuk ka pasur ankesa apo sinjale nga nxënësit dhe stafi për sjellje të papërshtatshme nga ana e të dyshuarit gjatë ushtrimit të detyrës në shkollën e Debreshit, sepse në të kundërtën siguron ajo do të ishin marrë masat me kohë. Në shkollën tonë nuk kemi pasur shqetësime dhe as ankesa nga prindër, nxënës e mësimdhënës që ne të marrim masa paraprake me arsimtarin, kështu që stafi pedagogjik gjithnjë ka qenë në bashkëpunim me nxënësit dhe prindërit dhe nuk kemi hasur ndonjë ankesë të tillë. Në shkollë të thotë çdo kush duhet të respektojë ligjin sipas procedurave ligjore, edhe nuk kemi pasur vërejtje për punën e tij në arsim, as edhe veprime deviante të arsimtarit nuk i kemi vërejtur, se përndryshe do merreshin masa nga udhëheqësia e shkollës. Së këndemi, ajo apelon që nxënësit të mos kenë frikë nga askush dhe çdo lloj shqetësimi ta paraqesin tek shërbimet e shkollës, me qëllim që rastet e këtilla të parandalohen me kohë dhe të mos merremi me pasojat. Apelojmë që nxënësit e shkollës çdo ankesë që e kanë të paraqesin tek organet e shkollës, tek stafi pedagogjik, me qëllim që t'i parandalojmë rastet e këtilla. Sipas informacioneve zyrtare, më 24 prill 2026, policia në Gostivar arrestoi personin me inicialet TB, 29 vjeç nga fshati Zdunj. Rasti u denoncua nga një 42 vjeçar, i cili kishte raportuar se disa muaj më parë në zonën e Gostivarit, vajza e tij e mitur ishte ndaluar nga një person i panjohur me një automjet të tipit Volkswagen me ngjyrë të zezë dhe me përdorimin e forcës fizike kishte kryer përdhunim mbi të, duke kërcënuar atë dhe familjen e saj. Gjithashtu, më 22 prill 2026, në rrjetet sociale janë publikuar fotografi dhe video eksplicite të vajzës së denoncuesit. Pas masave të ndërmarra, personi është gjetur dhe është kryer pastisje në shtëpinë e tij dhe në një shtëpi tjetër në fshatin Raven ku ai qëndronte. Me që rast janë sekuestruar një laptop, telefon celular, USB dhe sende të tjera. Nga policia thonë se personi në fjalë është në paraburgim dhe se ndaj tij do të merren masa konform ligjit.